kudo në botë dhe në drejtësinë demokratike kanë prokuror, kanë dhe gjykatës. Kanë të akuzuar, kanë akuzues, kanë dhe arbitër. Dhe është ajo që thot arbitri në fund që ka rëndësi. Nuk mundet dot që ne të bëhemi vendi ku rikthehet hija e komunizmit, me fletrufera edhe me degenerim të çdo njeriu rrugëve pa gjyq. Ne s'mund të bëhemi dot ky vend. Por për sa kohë kemi atë mallkimin e komunizmit dhe të historisë tonë akoma vërdall, si hije e zezë që sjell vërdall një tuf qorrash. E kemi dhe këtë taksirat, s'kemi ç'a bëjmë. Nuk e zgjedhim ne në demokraci kundërshtarin, e zgjedhin të tjerë. S'ka problem. Do vazhdojmë përpara dhe ne do t'i bëjmë gjërat që kemi për të bërë. Nuk diskutohet. Të gjitha. Edhe Shqipëria nuk kthehet më mbrapa, Shqipëria do shkojë aty ku është destinuar të shkojë dhe do të çojmë ne. Nuk diskutohet. Bashkë me gjithë demokratët që e gjejnë rrugën. Rrugën që duhet ja u hapim ne. Kështu që kemi shumë demokratë që kanë ardhur me ne. Drejtuesja e Agjencisë Kombëtare të Rinisë ka qenë një nga udhëheqësit e Rinisë Partisë Demokratike. Edhe sot thot ku pas kam qenë. Pse ku pas kam qenë? Për asgjë tjetër përveç se për faktin që shikon që është mes njerëzish. Është mes njerëzish që kanë të mirat, kanë të mëdha të tyre, po mes njerëzish. Jo mes qorrash, ushtarësh qorra. Ka në një tjetër në një merak, pa thënë, po jepja zonjës se ta mbylli me një zonjë. Përshëndetje Kryeministër, përshëndetje të gjithë. Atëherë unë jam Floreta Sula nga Bashkia Prenjas, bletare fermere. Tashi bletarin e kam trashëguar nga babai faktikisht dhe e ruaj me shumë fanatizëm. E ruaj do të thënë edhe përveçse ka shumë vështirësi, sepse bletaria dihet që ka vite që ka prodhim, por ka vite që nuk ka prodhim. Vërtetësitë e veta janë sepse bujësia çdo ditë dhe është në rënje. Nuk po punon njëri tokat, pashtë se u bëdha ajo që i jepni në pjesën e natës, po tokat janë gjere. Kjo ka ndikuar shumë. Në këto 2-3 vitet e fundit për shembull që është pasira shumë e madhe. Ajo që doja thoja unë është kjo, që një prodhues nuk mund të bëjë domethënë edhe prodhimin edhe shitjen vetë. Do ishte shumë mirë të mundësoshe një pikë grumbullimi për produktin e blete. Kryetare, dëgjon. E dyta. Se jo, më fal, pse i them kryetare dëgjon? Sepse më ka rënë goja dhe po mbije goja, po dhe kjo është një nga pikat që i ka në ngarkim zoti Demo që t'i ndjeki me kryetaret, sepse bashkit duhet bëhen ura midis prodhuesve dhe tregut për të mundësuar grumbullimin aty ku nuk mundësohet natyrshëm nga tregu dhe nga privati dhe për të mundësuar agropërpunimin aty ku nuk mundësohet natyrshëm nga tregu nga privati. Se ju thatë që tokat nuk po punohen, në fakt e vërteta është që në disa zona, siç është zona juaj, ka problem për punimin e tokës për shkak të largimeve dhe për shkak të faktit që jo të gjithë e kuptojnë se sa më mirë është punosh tokën tënde dhe sa më shumë nxjerr nga toka jote sa të rish punosh tokën në Greqi e në Itali, ku është gjithmonë e më vështirë të kapësh fundin e muajit. Sepse në zonat të tjera tokat punohen edhe prodhohet nga 2 nga 3 herë në vit. Kështu që për këtë arsye këtu është dhe më strategjike puna që duhet bëjë bashkia. Bashkia duhet mbledhi bletarët. Duhet mbledhi bletarët, duhet thotë së bashku do bëjmë një
do bëjmë një shoqëri të përbashkët. Do bëjmë një projekt. Ku duhet të jetë pika grumbullimit? Në filan vend, po, në filan vend do bëjmë projektin dhe me atë projekt do t'i shkojmë qeverisë, do i shkojmë AZBR-s, etj, dhe do financojmë. Kjo është gjëja që duhet bëjmë, kjo është shumë e qartë. Në lidhje me pikën e grumbullimit, ne si bashki kemi një operator që punon në Greqi, i cili ka kontrate me gjithë Europën, ai çon nesh nga Prenjasi, për fat mirë ka një vend tij aty, janë magazinat e ish minierës. Unë kam bërë gati 2-3 takime me të, biles kemi qenë dhe në Selanik, edhe bashkë me të do kemi pikë në Prenjas. Nuk do kemi kapacitet shumë të madh. Ne fillimisht themi përdor mos i gjithë tyre si është Flora tjerë, ta fillojmë me pakicë. Biles ky djali na ka dhënë edhe një mundësi tjetër, e gjithë fushën e domosdoshmës, e cila tani nuk është e gjitha e punësuar, ai thotë do të orientojmë të gjitha ata fermer. Unë biles kam filluar edhe me një grup punë të bashkisë për të i ndërgjegjësuar të grumbulluar të bashkojmë tokat, që ai ti mbjellë ato produkte që kanë më shumë vlerë, edhe këto do shkojnë gjitha për eksport. Besoj që jemi në hapat e para, por shumë shpejt ne do arrijmë ta vendë pikën. Ndërsa për punimin e tokave që thotë zonja, bletarën Prenjas neve kemi bërë shumë panajire që edhe ti reklamojmë, jo vetëm i kemi shtetë dhe me buxhet nga bashkia, me aq sa kemi në mundësi, por besoj që kjo pikë do bëjmë Prenjas, thashë do bëjmë me kapacitet jo shumë të madh, pasi ai djali e ka për vendin dhe ka një eksperiencë shumë të madhe. Të kesh një djalë si ky që the, apo 2 djem, apo 3, apo 5, që kanë këtë eksperiencë është aset. Por duhet bashkia të marrë leadershipin dhe të ndërtojë gjën, sepse kështu edhe djemt e kanë më të lehtë që të bëhen pjesë, e kanë më të lehtë që të fusin kapitalin e tyre aq sa do të fusin. Bashkia duhet të fusi kapitalin e vet. Edhe bletarët t'i fusni pjesë me një përqindje të vogël, s'ka nevojë të financojnë ata, po t'jenë pjesë, 1% të vogël, dhe kështu bëhet një shoqëri e përbashkët dhe nga e cila përfitojnë të gjithë së bashku, siç e bën gjithë bota. Do ta bëjmë këtë gjë. Unë kam besim te Nuriu sepse është një burr i urtë që i jep drejtim punëve pa zhurmë. Duke qenë se, siç tham, Bleta bën pjalmimin, ke frutat, nuk do kishte prodhim. Për shembull do ulej prodhimi ka 60%, ke fruta dhe ke prerimet. Mirë, po fermeri këtë nuk e din. Domethënë si duhet ta rregullojmë këtë pjesën, ai më shikon si një armik për shembull. Është Grenza ai, shef si armik. Si e shef Grenza Bletën. E shikon për shembull nuk e ka kulturën e dur që në vendet e zhvilluara bletarët i paguan fermeri që unë të shoj bletët tek parcela e mollëve, për shembull, e marr për shembull. Ndërsa këtu nuk është kjo gjë. Këtu ai të shikon si armik bletarin, për shembull ta sulmoj, t'ia helmoj, për shembull parkun e bletëve dhe nuk e dim se ku të drejtohemi, nuk dim se ai çfarë, domethënë jemi në rrezik të gjithë bletarët është një diçka kjo që është një problem shumë i madh. Shiko, edhe për këtë çështje varet nga zonat, varet nga pikat, se për shembull ka zona ku jo vetëm që kanë këto bashkëpunime, por ku po bëhen dhe disa inovacione me insektet që përdoren në funksion të prodhimit për ta quar në zero përdorimin e kimikateve etj. etj. Kështu që edhe për këtë juve keni ministrin e bujqësisë nga qarku, do duhet që arbi të organizojë një takim me kryetarin e bashkive, me gjithë bletarët e zonës, me ministrin e bujqësisë, për të parë si mund të bëjmë dhe një projekt pilot. Ai me siguri është ndjeni edhe me siguri ka shumë gjëra për të thënë, kështu që do ta zgjidhim me të. Keni një gjë tjetër? Po, kam vetë. Po, e ke edhe tjetër. Atëherë, në të gjitha produktet që blejmë për bletarin, i marrim me çmim sa t'i doj shefi aty magazinës që t'na japi ne. Pse mos na njihet për shembull neve që ta marrim pa TVSH, për shembull, çdo lloj. Tashi mua dëgjoj, duhet dish një gjë. Mua ministri i financave më thot gjithmonë, Kryeministër, ju jeni i lirë të premtoni çfarë të doni dhe
bazuar në programin e tjerë, po I lutem shumë vetëm TVSH-n mos guxoni ta prekni askund me askënd. Kështu që TVSH-ja nuk preket. Madje ne nga edhe ndërveprimet me Bankën Botërore, me Fondin Monetar Ndërkombëtar, me Komisionin Evropian, një nga detyrat që kemi në proces drejt antarësimit, kemi heqjen e përjashtimeve që I kemi aktualisht. Kështu që ne për këtë po rezistojmë, po përjashtimet e TVSH janë shumë të rralla, do jenë gjithmonë më të rralla derisa të hiqen fare. Faleminderit. Të falenderoj. Mirë, unë them që ishte të paktën për sa më takon kënaqësi. Shpresoj që të ketë qenë reciproke kënaqësia. Shpresoj po ashtu që kryetarët e bashkive të ndjekin gjërat deri në fund në të gjitha këto aspekte. Do organizoni takimin me Ministrin e Bujqësisë për sa tham. Për gjithçka tjetër, keni besim që më e mira është e gjitha përpara, sepse siç thoshte një miku im ndjes pas Kasem Ndërbeshina, qend le të lehin, karvani të ecë përpara, rruga është ajo që mbetet. Korridori 8 do jetë ai që do mbetet. Dhe do ndërtohet shpejt dhe do mbetet për shumë vite, kur grenzave t'i ketë humb nami edhe nishani. Shumë faleminderit.